Përshëndetje shikues të nderuar, unë jam Petrit Kryeziu dhe ju jeni me emisionin Drejtësia në Kosovë. Jemi këtu në komunën e Ferizajt. 4 vite më parë, në këtë vend ekzistonte një objekt dykatësh, të cilin komuna e Ferizajt e kishte rënuar për të bërë hapjen dhe zgjerimin e rrugës. Një vit pas rënimit të objektit, komuna kishte arritur marrëveshje me pronarin, që në vend të këtij objektit t'i kompenzohet një objekt tjetër në qendër të Ferizajt. Mirëpo nga atëherë, pronari nuk ishte kompenzuar asnjëherë. Institucionet vazhdojnë ta fajsojnë njëri tjetrin. Kjo kom pronë jeme, edhe kam fletën poseduese. Komuna ka shpreh interes të përgjithshëm për një zonë këtu katastrale që e kanë bën këta të komunës, një objekt me ndrejt çfarë objekti nuk diun. Puna aty është, edhe na kanë thirrë neve në komunë për me marrë vesh, për me marrë këtë. Na kemi shku në komunë këtu një 5-6 vetë këtu jam, që kemi shku në komunë më marrë vesh. Ati në kanë thonë që jo do të me lëcu këtë vend, me jo thonë që tërkonë në pronë. Çka ka pas në këtë vend? A ka pas në ndërtim? Po, në këtë vend u konë në ndërtim 2 katë që objekti. Ka qenë juj? Joni, po etazhimi, unë jam në etazhim po drumin e kam, i thunë në këto këta teritoria katastre e qojnë atëvar etazhimi, një pjesë banesës, etazhës e kam po drumin. Ajo konë lokal afarest. Çka është punu atë? Aty u punu si restoran. Po. A keni punu ju personalisht? Jo, unë si personalisht këmë punu, ka punu me qira kështu. Dëmona keni lëshu me qira? Me qira atë, po. Prona kishte qenë e përbashkët mes qytetarit Naser Mustafa dhe ish shoqërisë aksionare Napredoku. Naseri thot se nuk kanë mundur të bëjnë marrëveshje me komunën, edhe pse drejtoria urbanizmit në krye të së cilës ishte drejtoresha Qazime Vata i kishte thirrë në marrëveshje, mirë po nuk ishin mundur të bijnë në ujdi. Pas kësaj, pa arritur marrëveshje, komuna kishte rënuar objektin. Qëllimi kishte qenë zgjerimi i rrugës. Kjo kishte ndodhur në vitin 2009. Pas rënimit, palët kishin hyrë në marrëveshje e cila kishte zgjatur një vit. Në fund, ishin marrë vesh që qytetarit Naser Mustafa t'i kompensohet objekti me një objekt tjetër në qendër të Ferizajt. Edhe na kanë thirrë për me marrë këtë pronë, po s'kanë mujtë me marrë njëherë se s'kina arrit në marrëveshje, mrena një kohë shkurt e kanë rëzu. Në cilën vit ka ndodhur? Kjo ka ndodhur në vitin 2010. Në 2010, muajin e 8 ndokët, jam urzu në 2009, a 2010 kina hi një marrëveshje, mos e që e kanë rëzu, më kanë thirrë mu marrëveshje. Kush ka thirrë marrëveshje, o çfarë marrëveshje? Drejtoria e urbanizmit në ka thirrë drejtoresha Qazime Vata. Edhe a keni arrit marrëveshje? Aty s'kina mujtë me arrit marrëveshje, se kushia kanë lyp lloj propozimet e vetë, që i kanë pas, ata s'kanë mujtë me arrit një marrëveshje. Edhe mrena një kohë shkurt, nga mos e kina kry qatë farë bisedën, që s'kina mujtë me arrit, mrena një kohë shkurt, prona urzu. Pa kur një farë vendimi urzu. Vesh kur një qunë nesën, edhe konë ku jo ditë pune. Qusha nuk kanë lajmëru heq që përzojnë? Heq ku si ka të regu që kjo pronë përzojnë. Edhe kanë rëzu ata. Kush e ka rëzu? E ka rëzu një zdi që fa firmë. Me urdhër të kujt? Me urdhër të kryetarit. Me urdhër të kryetarit për këto rruga më zhënu. Kanë propozu, edhe e kanë marrë këtë pronë. Mosë që e kanë rëzu këto, në kanë thirrë një marrëveshje. Unë e kom hinë marrëveshje, mrena një vite kina ardhë në ujdi, për me bo një farë ndërimi pronën me pronën teme. Na kina arritë atje, unë e kom marrë një lokal ma në qendër atje. Dhe me thonë ta kanë kompenzu me një lokal tjetër? Po, me një tjetër lokal ma ka kompenzu. Po une, e kina bo marrëveshje, e kina nënshkru. Edhe u kry kjo farë beside. A e mërë të lokalit? Ja, lokalit s'kina mërë, tashti, a e vjen. Unë e kumë shku në shpe, edhe në familje teme, pjo të regoj, tha kina arrit një farë marrëveshje, së do këdo, sa është e vëlet, sa është e vëlet, masën e të regohet e. Kur të nesit ku mordën e të drejtorinë për me zyrtarizu marrëveshjen, jo, sa të kina dhënë tepër. Kush tha? Më ka thonë drejtoria, kjo e drejtoria Qazime Vata. Qyshbe Qazime të ashtë mas një vjetë
që kena hinë negociata dhe s'kena menzi që kena marrë një marrëveshje, tash po thu tepër të kena dhënë. Sipas marrëveshjes së lidhur më datë 14 janar 2010, ndërmjet komunës së Ferizajt dhe palës Naser Mustafa, ishte vendosur që të bëhet kompenzimi për 2.40 metër katror sa kishte qytetari Mustafa, kjo t'i kompenzoi me 1 metër katror. Në pikat e marrëveshjes thuhet: I merret e drejta e posedimit dhe shfrytëzimit të lokalit në ngastrën katastrale 2484, vendi I quajtur Hamzi Jashari me kulturë tokë ndërtimore, podrum në sipërfaqe 242.5 metër katror, e regjistruar në certifikatën numër 10252 Ferizaj, në emër të pronarit Naser Mustafa nga Ferizaj, dhe bartet e drejta e posedimit dhe shfrytëzimit në emër të komunës së Ferizajit. I jepet e drejta e posedimit dhe shfrytëzimit Naser Mustafa nga Ferizaj rruga Xhem Gostivari në lokalin e komunës, I cili gjendet në pjesën e ngastrave katastrale numër 2185 dhe 2184, 17 nëntori dhe dëshmorët e kombit, në emër të kompenzimit për lokalin e shproncuar dhe fitimin e humbur. Në fund të proces verbalit për caktimin e kompenzimit me bashkujdi, thuhet: kjo marrëveshje ka titull ekzekutiv. Marrëveshja ishte nënshkruar mes qytetarit Naser Mustafa dhe Herzukës, I autorizuar I kryetarit të komunës zotri Bajrush Xhemali. Mirë po në ndërkohë, më 16 shkurt 2010 kishte dalë një vendim nga kryetari I komunës zotri Xhemali, me të cilin e kishte anuluar proces verbalin e datës 14 janar 2010. Këtij vendimi I mungonte numri I protokollit dhe këshilla juridike. As më tepër, pala Naser Mustafa nuk ishte njoftuar fare me këtë vendim. Ne e kontaktuam edhe ish kryetarin e komunës zotri Bajrush Xhemali. Ai na tha se gjatë mandatit të tij kishte rënuar shumë objekte, andaj ky rast nuk I kujtoi në saktësi. Për të gjitha këto, ai na e drejtoi tek drejtoresha e urbanizmit zonja Qazime Vata. Kryetari kam qenë, po them nuk thash nuk I kam, është 2009 tash 13, po për nerv, po ta them, unë çka flas me fol, inshallah, dhe edhe mos të se ato sa objektet janë rrezuar sa vendi çka mund të qenë ajo. Me konsultu dokumente, unë sa I konsultoj është drejtoresha Qazime Vata. Po në formë ligjit që tash kemi po, tash nuk mund ta vesh me marrë dokumentin me këshillë me shkruar, atje është Qazimja, kështu që kom çka. Po Qazime Vata është kompetente për atë çështje. Drejtësia në Kosovë kontaktoi drejtoreshën e drejtorisë për urbanizëm, pronë, gjeodezi, katastër dhe mjedis, Qazime Vata. Mirë po kjo e fundit nuk pranoi të prononcohet para kamerave. Zonja Vata me shkrim na e dha këtë përgjigje. Në sektorin për urbanizëm është dorëzuar kërkesa nga zotriu Naser Mustafa për regjistrimin e marrëveshjes për kompenzimin e pronës së shpallur interes publik. Mirëpo, me që është adresuar gabimisht kërkesa, sepse sektori për urbanizëm nuk I regjistron ndërrimet, lënda është kthyer në sektorin e pronës, për arsye se rasti I shpronësimit ka qenë I papërfunduar dhe është rikthyer në rivlerësim me vendimin e kryetarit të komunës, zotriu Xhemali. Regjistrimi I shpronësimeve dorëzohet zyrtarisht nga sektori I pronës në sektorin e kadastrit, atëherë kur përfundon në tërësi procedura administrative për shpronësimin e parapar me ligjin për shpronësim numër 03 thye për L139. Kështu që sektori I kadastrit nuk mund të zbatoj këtë marrëveshje pa vendim përfundimtar të kryetarit të komunës për kompenzim, ashtu siç e parasheh edhe ligji për shpronësim numër 03 L139 neni 4.2. Edhe koordinatori I drejtorisë urbanizmit, pronës dhe katastrit, zotria Jet Musliu, nuk pranoi të na jap përgjigje para kamerave. Ai me shkrim na e dërgoi këtë përgjigje. Ju njoftoj në lidhje me lëndën e Naser Mustafës, lënda për shpronësim. Kryetari I komunës përmes sektorit të pronës ka bërë shpronësimin e paluajtshmërisë të përmendurit. Është arrit marrëveshja në mes ish pronarit dhe të autorizuarit të kryetarit. Rreth kësaj marrëveshje është duke u marrë sektori I shërbimeve juridike, ligjore dhe administrative I komunës së Ferizajt. Kjo ishte e tërën nga përgjigja e koordinatorit Musliu, me që ai na tha se me këtë rast është duke u marrë sektori I shërbimeve juridiko-ligjore, ne kërkuam përgjigje nga zyrtari ligjor I komunës zotria Herzuka, I cili kishte qenë I autorizuar I kryetari Xhemali për nënshkrimin e marrëveshjes me qytetarin Naser Mustafa për caktimin e kompenzimit të pronës të lidhur me marrëveshje. Zotni Zuka, komuna e Ferizajit ka arritur një marrëveshje me qytetarin Naser Mustafa. Ju atku keni qenë I autorizuar I kryetarit Bajrush Xhemali. Apo na tregoni për çfarë marrëveshje keni arritur me këtë qytetar? Po, gjithsesi. Ka qenë një vendim I kuvendit të komunës për eksproprimin e pronës së zotri Naser Mustafës dhe në bazë të vendimit për eksproprim, kryetari I komunës
për shkak se ka qenë në zonën me një autorizim, me ka autorizu për të arrit një marrëveshje me zotëri Mustafën, lidhur me kompenzimin e pronave. Çfarë objekte ka pas ndërtuar, çka ka pas? Me so jam ndjeni me gjithë se kjo ka qenë dikon në vitin 2010, ka qenë fjala për një podrum suteren, i cili do të thotë se ai nuk ka qenë podrum i plot, mirë po ka qenë me ndriçim nga jashtë, dhe për një sipërfaqe prej 24 metra më duket, nëse jam i saktë, të hyrjes së shkallët të tij. E çfarë marrëveshje keni arrit? Marrëveshjen e kemi filluar dhe kemi zhvilluar 3 seanca, pasi që është bërë gjithë faza përgatitore nga drejtoria kompetente, do me thonë drejtoria e urbanizmit dhe pronës. Unë kom marrë pjesë zbashku me Polen dhe seancat kanë qenë të hapura, janë zhvillu 3 seanca. Seancën e parë nuk kemi mujtë me arrit marrëveshje për arsye se pronari të cilit jo është marrë prona ka kërku një shumë e cila për mu ka qenë e paarreqme. Dhe në seancën e dytë kemi arrit deri dikun me orderit e një marrëveshje, kështu që ai në seancën e parë ka kërku metër për metër katror duke u thirrë se e njëjta pronë gjendet në të njëjtën rrugë, në të njëjtën kategori, mirë po unë duke e ditë rëndësinë që ajo pronë edhe nuk është rëndësia e një podrumit me një sipërfaqe të një objektit të afarest e njëjtë, unë kom tentu që ajo të bëhet 3 metra katror për një. Aja ka pas një lokal që thotë që ka marrë qëron një mjerën mujtë? Është e vërtet që ka pas një lokal, mirë po nuk ka mujtë të kategorizohet e njëjta pronë me njëjtën pronë që ka kërku dhe me thonë ai pronar, dhe ne i kemi ofru dy shanca. Një shancë i kemi ofru me tokë për një pjesë e cila gjendet në rrugën Recep Islimi, mirë po ai me arsyetimin e vetë nuk ka pranu se nuk ka pas mundësi të mandem për marrjen e lejes e për ndërtime të tjera, mirë po ka kërku një pjesë tjetër. Kështu që në seancën e parë kemi ndërprer për shkak se s'kemi mujtë me arrit marrëveshje. Pas 2 dite kemi zhvilluar seancën e dytë dhe deri dikun kemi orë, po jo nuk kemi mujtë me përfundu se ai apet ka qenë që me thonë në mënyrë decisive ka kërku që bile se poku të jep 2 metra katror për 1 metër katror që unë nuk kom mujtë me pëlqy ato, dhe në fund kemi arrit duke e përfshi edhe atë shumën e qiros për atë periudhë kemi arrit që të japëm 1 metër katror për 2,45 cm katror, kështu që është nënshkruar marrëveshja 2 polshe pa vretje. Këtë marrëveshje në bazë shkresave të Londës që kom pa e keni arrit me 14 janar 2010. Ashtu është. Çfarë kompenzimi ju ka bërë? Ne e kemi kry procedurën e marrëveshjes dhe Londën e kemi dërgu të organi kompetent për zhvillimin e procedurat më teme. Dhe deri me tani, sa jam unë ndjeni, nuk është kry procedura e ndrimit të pasurive për zotëri Mustafën, për arsye se në kohën e fundit janë ardhur dhe disa shkresa që unë me të vërtet nuk e di për çka nuk është kry. Kush është organi kompetent? Organi kompetent për me zbatu këto është drejtoria për urbanizëm dhe pronë. Shikues të nderuar, zyrtari ligjor i komunës thotë se për ekzekutimin e kësaj marrëveshje është kompetente drejtoria e urbanizmit, ndërsa siç e ndëgjuat, drejtoresha e kësaj drejtorie thotë se kryetari i komunës duhet të nxjerrë vendim përfundimtar për të ekzekutuar e njëjta. I gjendur para kësaj situate, qytetari Naser Mustafa ka angazhuar avokat mbrojtës. Duke nisur nga fakti që klientit të nderuar Naser Mustafa në mënyrë flagrante janë shkelur të drejtat e njerit, i njëjti ka parashtruar dhe ka kërkuar që t'jap një mbrojtje juridike, ashtu që unë mund të ju referoj se vërtet kemi të bëmi një marrëveshje administrative e cila është nënshkruar me vullnetin e të dy palëve, ashtu që të njëjtën e kanë firmosur dhe që komuna është nënshtruese e saj, ashtu që në të njëjtën figuron që vërtet komuna ka pranuar si obligim se do t'ja njeh të drejtën e një prone, do thotë në emër të një kompenzimi edhe përfitimin e humbur. Ashtu që në ndërkohë çka ka ndodhur me atë marrëveshje? Me atë marrëveshje ka ndodhur që vërtet në ndërkohë nuk është bërë përfillja e saj, do me thonë nuk është bërë, do me thonë regjistrimi të drejtës së pronës, e cila është ofruar klientit të nderuar në emër të kompenzimit dhe të fitimit të humbur. Nga viti 2010 është bërë nënshkrimi i kësaj marrëveshje, e cila ka titullin ekzekutiv,
mirë po këtë nuk e ka zbatuar fare dhe ashtu që... Për çfarë arsye? Arsyet nuk janë përlënguar me shkrim, nuk janë dhënë, mirë po në ndërkohë, po themi kështu është fjala prej periudhës që marrëveshja kështu është nënshuar me 14/01/2010, ndërkaq në ndërkohë, në një interval mjaft të shkurtër kohor, është shuar një vendim, po themi kinse një vendim, të cilin ne nuk e pranojmë si vendim të drejtë. Se pranoni? Nuk e pranojmë si vendim, nga shkaqet se konsiderojmë se ky është lëshuar pa procedura ligjore, nuk e ka bazën juridike, i njëjti nuk është i arsyetuar në baza ligjore, madje njëherët edhe i njëjti nuk shkruan forma e obligueshme ligjore, në të cilën është dashur që pikë së pari klienti të dorëzohet, të ekspedohet, të dorëzohet ky vendim, dhe në anën tjetër edhe të jepet edhe këshilla juridike. Çka ndodh në raste kur vendimi nuk është i protokolluar? Ju jeni avokat, me siguri keni pasur kësi raste të tjera. Në raste kur vendimi nuk është i protokolluar, ne konsiderojmë se ky vendim mund të konsiderohet si vendim i kundërligjshëm. Avokati Bajraktari thotë se për këtë rast e kanë njoftuar edhe kryetarin aktual Agem Aliun. Mirë po nga ky i fundit, thotë se kanë marrë vetëm premtime të cilat nuk janë realizuar asnjëherë. I nderuari klienti Naser Mustafa ka kërkuar disa herë edhe gojarisht i është drejtuar edhe drejtorisë urbanizmit, e cila udhëheq drejtorinë e respektivisht të gjeodezisë, sikund edhe kryetarit të komunës, tani kryetarit të nderuar, ka kërkuar çdo herë zbatimin e kësaj marrëveshje që dhon mund të deklarohem nën përgjegjësi morale që unë personalisht kam qenë në zyrën e kryetarit të komunës, kryetarit të tanishëm, i njëjti çdo herë na ka bërë vetëm premtime se kinse do të realizohet kjo marrëveshje. Mirë po megjithatë asnjëherë nuk e i marrë një përgjigje me shkrim, do thotë kemi të bëjmë me një heshtje kështu tipike të administratës. Ne kërkuam intervistë nga i pari komunës së Ferizajt zotri Agem Aliu, mirë po zotri Aliu e autorizoi avokatin publik komunal zotri Adem Aliun për të na u përgjigjur në pyetjet rreth kompenzimit të pronës së qytetarit Naser Mustafa. Zotni Aliu, apo na tregoni pse nuk na dha intervistë kryetari zotni Agem Aliu? Është kryetari në zonë, ka një delegacion që për mos më morë kuh juve, me autorizoj mu, se kishë qenë edhe djenë në intervistë, ka mujtë me edhon intervistën, ka qenë në Turqi për këtë, asgjë tjetër. Në fakt ne kemi qenë edhe 2 ditë më herët edhe e dim që kryetari ka qenë jashtë shtetit, po nuk e ka zavendësuar, s'ka qenë as nën kryetari as drejtori administratës, edhe pse në orar të punës. Për këto tjerat nuk jam ndjeni. Unë kam qenë përfaqësime në gjykatë, seanca, kështu që. Mirë, zotni Aliu, a jeni ndjeni me marrëveshjen që e ka lidhur qytetari Naser Mustafa me komunën e Ferizajt? Edhe çka ka ndodhur me atë marrëveshje? Po jam ndjeni në bazë në 2 shkresave që janë drejtu kabinetit kryetarit, edhe prej kabinetit kryetarit vijnë shkresa në zyrën ligjore, ku për të njëjtat shkresa janë dhënë 2 mendime juridike. Njëri mendim juridik është dhënë... E keni fjalën nga zyra ligjore? Po, nga zyra ligjore. Pse ka ndodhur kjo 2 mendime me u dhënë? Për deklaroj për të parën, dhe mendimi juridik është dhënë me datën 28/2/2013, mendimi i parë, dhe është përgjegjës në kërkesën e drejtorisë të urbanizmit që kompetente për regjistrimin, vendosjen e kësaj çështje lëndore është drejtoria për katastër, drejt urbanizëm, pronë gjeodezi kështu me radhë. Sipas këtij mendimi është dashur me vepru. Sipas këtij mendimi është mendimi që këto mund t'ju japë një kopje. Po. Kush dashur me vepru drejtoria urbanizmit? Është dashur të veprojë drejtoria. Kush e udhëheq drejtori? Drejtoria është dashur të jep një përgjigje. Po është këto në administratë nëse administrata hesht, nuk kuptohet që pala merr në vendim negativ dhe njëjti duhet vazhdoj procedurën gjyqësore në gjykatën kompetente. Zotni Aliu, kush e udhëheq drejtorinë e urbanizmit? Drejtorinë e urbanizmit e udhëheq Qazime Bata, drejtoresha. Apo thoni që ajo është dashur të veproj si drejtoresh? Po, është dashur të veproj me koordinatorin Ajet Muslio për kompetencat më të tjeshme të kësaj çështje lëndore që unë po e quaj. Çka matutjen, po edhe nëse nuk i është përgjegjë në këtë, pola me kalimin e afatit të heshtjes administrative, siç paraqit me ligjin për procedurën administrative, është dashur të drejtohet gjykatës për matutje. Zotni Aliu, ne kemi kontaktuar me drejtoreshën Qazime Vata dhe ai thotë se nuk është kompetencë ime, thotë që
Kryetari duhet nxjerrë një vendim përfundimtar. Ja. Kjo është bën kohën e ish kryetarit Xhemaili, është lidh marrëveshja, që pavarësisht mund të njoftoni marrëveshjen, ndoshta edhe e keni marrëveshjen, ndoshta edhe do të bisedoni edhe me nënshkruesin e marrëveshjes që kanë bën kompenzimin e pronave sipas ligjit që mund ta lexoni këto që e kam në mendim juridik që është dhënë. Mirë, marrëveshja është lidhur në vitin 2010. Pse mendimi juridik është dashur pres deri në vitin 2013 me unxhirje? E kështu është ardhur kërkesa, është ardhur kërkesa nga zyrtari, koordinatori Ajet Musliu në këtë kohë. Ju thatë që nxjerr dy mendime në fakt prej zyrës ligjore. Apo na tregoni pse ka ndodhur që me nxjerr edhe mendimi i dytë? Mendimi i dytë, po e shoh kur është nxjerr këto data është 5 korrekt, po 5 korrekt. Në qëtë kohë kërë nëzirë kë unë kam qenë pushim vjetor, po mendimin e kam para vete, është një mendimi vullosor, i pranuar nga zyrtari atje, nuk ka në nënshkrim kështu sikur mendimi par nga zoti Islam Ademi. Qa thot mendimi i dytë? Mendimi i dytë e obligon, paraprakisht këto thot nuk është obligativ për drejtorinë, se mendimet nuk janë obligative, janë mendime juridike i pet për një çështje ligjore, si të veprohet matutje. Edhe i njëjti mendimi, edhe i dyti thotë që me këtë çështje duhet merret drejtoria për urbanizëm GDD Katas. Unë kam lexuar këtë mendim dhe thuhet që duhet me u zbatu marrëveshja. Nuk është mendimi, lexoje këto, që ku shkruan nuk të obligon. Mirë, po është prej zyrës. Nuk është obligativ. Mendimi juridik nuk është obligativ. Këtë mbroj kështu. E pse nuk është zbatu kjo marrëveshje? Të marr parasysh se ka ndodhur shumë vendime e nxjerrë. Zbatu, kjo marrëveshje kryetari nuk ka asnjë kompetencë rreth kësaj. Kryetari tani shumë po flas. Për arsye se obligative për zbatimin e kësaj marrëveshje ose veprime të tjera të matutjeshme bien në drejtorinë për urbanizëm, si që të ka ma parë. Mirë, po drejtoria për urbanizëm thëtë që është kompetencë e kryetarit komunës. Nga ana tjetër kemi një qytetar i cili që 3 vite po pret kompenzimin e pronës, ka pas një pronë nga e cila ka marrë qëra mujore 1000 euro, tash çka do të ndodh që 3 vite fitimi i humbur. Kush po dëmtohet këtu? Po la do sigurisht nëse nuk mund procedurat administrative ta realizojë drejtën e vet, ai ka procedurën gjyqësore vazhdon edhe. E mirë, pse s'është zbatu fillimisht marrëveshja? Kjo po më intereson. Pse s'është zbatu fillimisht marrëveshja? Nuk di, unë kam vënë një vendim që ajo marrëveshje është anulu këtu nga ish Kush e ka nxjerrë atë vendim? Nga ish kryetari Xhemaili, që vendimi është këtu një vendim që e kam parë në kërkesë, që thotë anulohet marrëveshja në nënshkruar me datë kaç për dhënien e pronës. Vendimi numër zyrtares realisht shkruan datë 16/2/2010. Mirë, ju jeni avokat publik edhe e keni pa këtë vendim. Apo më tregoni pse s'ka numër të protokollit këtë vendim? Duhet të ketë pas numër, po kështu në përshaf. A guxon në ulshu një vendim i tillë të marr parasysh që edhe këshilli juridike në ka? Po kryetari për gjithçka s'mund me qenë ndjeni. Besoj që këto dikush nga prona GDZ-ja ka shkruar dhe ata do të mbajnë përgjegjësi për këtë veprim. A mendoni që është i drejtë ky vendim? Është i lehtëshëm? Nuk jap drejt vetes se nuk moj ta gjykoj këta mas mire di zoti Xhemaili ka nënshkruar se ka nënshkruar këtë vendim. Unë nuk e njeh. Domthonë janë dyshimet që edhe nuk e kanë nënshkruar kryetari. Këto do të pyetet për këtë Zoti Ajet Musliu me drejtorishën Qazim e Vata. Ata thonë që s'kemi asnjë kompetencë, gjitha janë të kryetarit. Kryetari është ndjeni për këto veprime, edhe secili që ka lëshuar ndonjë veprim do të bëjë përgjegjësi për veprimet e veta të matutjeshme. Me që koordinatori Ajet Musliu, i cili nuk pranoi të na jap intervistë, kishte kërkuar mendim juridik nga zyra ligjore e komunës për këtë rast, kjo e fundit kishte nxjerrë mendimin juridik në të cilin ndër të tjera thuhet. Menenin 8 të ligjit për marrëdhëniet e detyrimeve është paraparë. 1. Pjesëmarrësit në marrëdhënien e detyrimit kanë për detyrë ta përmbushin detyrimin e vet dhe janë përgjegjës për përmbushjen e të njëjtit. 2.
Detyrimi mund të shuhet vetëm me pajtimin e vullneteve të pjesëmarrësve në marrëdhënien e detyrimeve ose në bazë të ligjit. Duke u bazuar në dispozitat ligjore si dhe në konkluzionin të cituara më lart, ne mendojmë se nuk është plotësuar asnjë kusht për shuarjen e detyrimit të komunës, i cili rrjedh nga marrëveshja lart përmendur, nga se nuk ekziston asnjë akt që përmban pajtimin e vullneteve të palëve të kësaj marrëveshje për shuarjen e detyrimit të komunës, të marrë me marrëveshjen e arritur, si dhe asnjëherë nga asnjë organ kompetent nuk është vendosur për shuarjen e detyrimit të komunës në bazë të ligjit. Gjithashtu mendojmë se organi i cili e ka zbatuar procedurën e kompenzimit për paluajtshmërinë e ekspropriuar duhet të veprojë në bazë të konkluzionit të cilin e ka marrë vetë me rastin e arritjes së marrëveshjes. Avokati Bajraktari thot se zyra ligjore e komunës së Ferizajt e ka mbrojtur marrëveshjen e lidhur ndërmjet komunës dhe qytetarit Mustafa. Praktikisht zyra ligjore shprehjesht ka thënë dhe do të thotë zyra ligjore mund të themi kështu se ajo e ka mbrojtur me një aspekt e ka mbrojtur marrëveshjen të cilin e ka arritur Paula Naser Mustafa me komunën. Me që në të njëjtën ka thënë dhe ka treguar, ka sqaruar se asesi nuk ka patur mundësi dhe bazë ligjore që kjo marrëveshje në mënyrë të njanshme të anulohet, siç ka ndodhur me rastin kur e referua më lart që komuna, ish kryetari i komunës ka nxjerrë një vendim me të cilin ka thënë se kinse kjo marrëveshje anulohet. Do thotë vetë fakti që edhe mendimi juridik i zyrës ligjore tregon dhe arsyeton që vërtet nuk e ka patur një të drejtë të tillë ish kryetari i komunës që të merr një vendim, po që se po themi eventualisht e ka marrë. Kjo marrëveshje vërtet është lidhur në kushte ligjore me vullnetin e lirë të dy palëve, e dihet fakti që aja ka mund të iniciohet vetëm me procedura ligjore të parapara në gjykatën kompetente. Do thotë, unë konsideroj që marrëveshjen e cila është lidhur dhe marrëveshja parimore e cila lidhet në çështjen administrative edhe është konstatuar se ka fuqinë e titullit ekzekutiv, ajo marrëveshje absolutisht nuk mund të anulohet me vullnetin e njanshëm të njerëz palë. Por mund të anulohet vetëm me procedurat ligjore, do thotë të iniciohet, eventualisht të iniciohet një kontest, një procedurë ligjore në gjykatë. Do thotë vetëm gjykata është ajo e cila mund të anulojë marrëveshjet dhe dijen kushtet ligjore të cilat janë në bazë të ligjit mbi detyrimet që është e parapash shprehjesht se kur mund të anulohen këto marrëveshje. Në këtë rast do thotë edhe vetë zyra ligjore në mendimin e vet juridik shprehjesht ka konstatuar që akoma ekziston detyrimi i komunës pra nënshuesës së marrëveshjes, komunës së Ferizajt që e njëjta të me përpikri të zbatojë këtë marrëveshje. Aja nuk e ka zbatuar këtë marrëveshje. I dëmtuari Naser Mustafa thot se deri në kohën kur komuna i kishte rënuar objektin, nga lokali kishte marrë qira mujore në vlerë prej 1.000 euro. Tani kanë kaluar mbi 3 vite dhe akoma nuk është kompenzuar me lokalin të cilin ja kishte ndarë vetë komuna. Kjo siç duket kishte ndodhur për shkak të nxjerrjes së vendimit të cilin e kishte lëshuar kryetari i komunës, zotri Bajrush Xhemali. Naseri thot se rastin e kishte dërguar edhe në prokurorinë themelore të Ferizajt. Mirë, ju deri në atë kohë deri në 2010 faktikisht kur keni arrit marrëveshjen, ju keni marrë edhe qira prej këtij objekti që keni pasur këtë provë. Sa keni pasur qiron edhe 1.000 euro. Edhe thash që 3 vjet? Që 3 vjet unë jam të pushu këtu, që këtu e kanë bën këtu taksisat rrinë, unë jam të net rrugëve të sjell, edhe nuk di çfarë bëhet. Një kohë merë dhe me arë me ju thirë dhe juve, me bo një intervjist publike që shka pëndodhë në Ferizaj, edhe në prokurorinë në kohë për që të vendimin prokurori, në policinë në shku, për policisë e ka qunë, prokuroria e ka nëllë këtë farë hetimet i ka nëllë, edhe mu së më ka tregu kur gjajtë. Unë ku marrë vesh, mësi ku shku në policisë, ta marrë vesh për i policëve aty, që ku më... Jo, tha, rasti, e u shku në gjyqë, edhe gjykata po ketë që e ka mshil rastin që janë vendimi është i original, i kryetarit. Edhe me avokat kemi shku te prokurori, aty e kena shku me shkrim, e kena marrë që ato që e ka ai prokurori kishte. Do më thonë juve që kanë njoftu fare? Ja, njëves na kanë njoftu kërkushiq. Mas e kemi marrë në atë farë, ato i na banë të krye prokurori, e kena banë një ankesë. Kërë prokurorit ja këmë shpjegu si ty që shpër të shpjegu, edhe ajo konë nuk përdi as vetë që menoj kaj. Edhe për qëtë vendimin, tha që po shkojnë, po s'kam dhëtë kërgjaj, që po këshyrën me kry qëtë punë,
Po edhe aty u blokuar rasti, krejt tash i kometën. Ne kërkuam intervist edhe nga prokurorja e rastit Florije Salihu Shamolli, e cila fillimisht kishte mbyllur hetimet për këtë rast, mirë po më vonë kur pala e dëmtuar i kishte ofruar prova të reja rreth vendimit të nxjerrë nga ish kryetari Xhemali, në përgjigjen me shkrim prokurorja na tha se sërish kishte angazhuar policinë e krimeve ekonomike për të hetuar rreth rastit. Ndër të tjera, në përgjigjen me shkrim prokurorja Salihu Shamolli shkruan: Edhe pse në këtë çështje është vepruar edhe më parë nga ana e kësaj prokurorie, duke mbyllur raportin e veçantë PPN 589, thye për 12 të datës 5 dhjetor 2012, në ndërkohë pala e dëmtuar ka prezantuar një dokument shtesë, kemi konsideruar se është e nevojshme mbledhja informatave të reja, për çka është dhënë autorizimi i policisë, njësitit të hetimeve, krimeve ekonomike të cilat janë duke vepruar dhe pasi që të pranojmë rezultatet dhe analizimin nga ana e tyre, ne do të shikojmë sa ka elemente të veprës penale në fjalë dhe do të vendosim në këtë rast. Kërkesa e qytetarit Mustafa është që të zbatohet marrëveshja e arritur me komunën, pas kësaj ai kërkon edhe fitimin e humbur. Unë kërkoj mos zbatu marrëveshjen me cilën që e kanë marrë komuna këto, ma kanë dhënë objektin tjetër atje, edhe plus e kërkoj fitimin e humbur. Sa menoni që keni fitim të humbur këtë rast? Po në fitimin e humbur, nëse llogaritet vetë me punuar, fitimi shumë më i madh. Nëse jepet me qira, fitimi pak më i vogël. Se jepet hapësira atij personi që punon, me fitu edhe ai. Se për ndryshe s'ta merr. Po ju sa konsideroni që keni humbur? Po aty duhet me llogarit mujin, ka 2000 euro fitimi i humbur është. Se fitimi jemi i humbur është piqirojës, mrena 3 vjetë rrith rreth 35-6.000 euro. A fitimi i humbur jemi kështu, të kishna punu në prunë teme, është dy fishuat aja. Unë që ato lypi me zbatu që të marrëveshje, që të rësëm nësëm të lypi më tjetë. Jo, që më ndonë ata, që më kanë ndonë të në ta këtën gjenë e më parshme. Prunën. Në të thujë gjenë e më parshme, s'ka problem. Prunën e kanë morë. Kryetari që tu i ka fitu, votat i ka fitu kryetari në qëtë prunë. Qëto që i ka qilë grykën e qytetit qëto. Që tu konë aja gryka e ngushtica e qytetit mrena me hinë në qytet pike. Ka 2 orë, 3 orë kanë prej qëto kjerët. E kanë zhënu rrugën, e kanë marrë këtë objektin tëne. E të ashtë të këtë nga dhanë shtepër, ja nuk zbatohet kja marrëveshje, ja nuk zbatohet kja. Unë po muj me kuptu kur gjanë qëto. Ne kemi qenë atë drejtoria për urbanizëm dhe prunë dhe kemi kontaktuar edhe me drejtoreshën Qazime Vata, edhe me koordinatorin Ajt Musliu, mirë pa ta thonë që është kompetencë zyrës kryetarit. Po, shqeni, kryetari është organi majlor. Se thonë se nuk kanë nxjerrë një vendim përfundimtar. Organi majlor, për marrëveshje nuk besoj që do të ketë se marrëveshja është e nënshkruar dhe nuk ka nevojë vendime, për arsye se ekziston vendimi i kuvendit. Ju dhe me thonë, jeni të mendimi që e marrëveshje du të mos zbatu? Po, ajo është një çështje këtë tjetër për arsye se ne ma vonë jemi informu se ekziston edhe një vendim i kryetarit që është ndalu ose është ndërprer për arsye nuk e di cilat arritja e marrëveshjes. Kush e ka lëshuar vendim? Nuk jam ndjeni. Ju thatë që është i kryetarit? Unë jam i njoftum që ekziston në shkresat e lëndës edhe një vendim i kryetarit. Ju jeni zyrtar ligjor, ai kontrolloni vendimet që i lëshon kryetari? Ne gjithmonë kur na jepet obligim me kryeni detyrë, me gjithë bazën juridike, konsultohemi me kryetarin, mirë por në këtë rast nuk jam ndjeni. Pse ka ndodhur atë? Nuk e di. A keni pa vendim? Nuk e kam pa. A keni pyet kryetarin të marrë parasysh që jeni zyrë ligjore? Nuk e kam pyet. Se ka ndodhur kjo zyrë shumë një vendim, ne kemi pa vendim, ky është vendimi. Edhe nuk ka as numër të protokollit, nuk ka as këshill juridike. Mirërisht, po them që nuk e kam bisedu këtë çështje me kryetarin për arsye se kryetari është kryetari në këtë rast, që më ka dhënë autorizim mua, ai tani nuk është kryetari i komunës, kështu që nuk mund të më bisedu këtë çështje. Po me kryetarin aktual është dashur me bisedu. Me një gjetë zgjidhje, një zgjidhje qytetari pret që 3 vite. Me kryetarin aktual, unë personalisht nuk kam bisedu për arsye se ekziston shefi i zyrës ligjore dhe në shkresat e lëndës e di që ka bë kërkesë disa herë Naser Mustafa dhe unë besoj që
shefi zyrës ka bisedu me ta, mirë po nuk di për çështjet të cilat janë arritur. Unë e kam pa edhe një mendim që e ka lëshu zyra ligjore me 5 korrekt 2013 sa thotë që me u zbatu ke marrëveshje. Çka po ndodh? Pse nuk po kompenzohet qytetari? Mendimi është mendim, ne i shqyrtojmë ligjet, normat juridike dhe jo po mendim, bazë asojna çka na mendojmë. Ne po e shohim që janë marrë disa veprime, kanë kalu 3 vjet. Faktikisht zyra kryetarit me drejtorinë nuk po munden me u marrë vesh. Ajo është çështje e ekzekutivit. Çka do të ndodhë me qytetarin që nuk po kompenzohet? Ka fitim të humbur aty 1000 euro që ron mujt, kanë kalu 3 vite. E drejta e qytetarit është me siguri e shkruar edhe në marrëveshje, ai mund ta realizojë këtë drejtë nëpërmjet gjykatës kompetente. Duke parë se me komunën nuk po mund të gjejnë zgjidhje, avokati Bajraktari thotë se ka zgjedhur rrugën gjyqësore. Ai ka bërë padi në departamentin për çështje administrative pranë gjykatës themelore të Prishtinës. Mirë, avokat, pas gjitha këtyre veprimeve që kanë ndodhur, cila është kërkesa juaj, çfarë do të ndërmerrni më tutje? Kërkesa jonë tani ka mbetur kështu, kërkesa do të thotë e fundit që ne mendojmë dhe jemi thelësisht të bindur se Pala e ka të drejtën, mbetet që departamenti për çështje administrative, i cili është kompetent për shqyrtimin e padive në këtë rast që kemi bëna inicimin e kontestit për heshtjet administrative, padin do ta shqyrtoj, ashtu që në të njëjtin kemi parashtuar të gjitha argumentet, të gjitha provat relevante të cilat vërtet e arsyetojnë bazueshmërinë e padisë e cila është bërë në departamentin përkatës për çështje administrative. Domethënë ju e keni padin në gjykatë? Po, ne kemi iniciuar procedurë, lënda veç është evidentuar, vetëm se do të presim një radhë, derisa të vjen radha dhe të bëhet shqyrtimi i kësaj padie nga ana e kolegjit kompetent pranë departamentit për çështje administrative. Nga ana tjetër, avokati publik komunal Adem Aliu e rithekson se përgjegjës për zbatimin e kësaj marrëveshje është Drejtoria e Urbanizmit. Shikues të nderuar, po e përsërisim. Drejtoresha e Urbanizmit Qazime Vata nuk pranoi të na jap intervistë. Ajo në përgjigjen me shkrim e fajson kryetarin e komunës për mosnxjerrje të një vendimi përfundimtar. Përderisa zyrtarët komunal fajsojnë njëri tjetrin, qytetari Naser Mustafa dhe pas 3 viteve po vazhdon të dëmtohet duke mos e realizuar të drejtën e tij. Avokati publik komunal i Ferizajt thotë se për gjitha këto zvarritje, dikush do të jap përgjegjësi para organeve të drejtësisë. Cili është mendimi ju kryetari aktual, në intereson e dim që Pala disa herë ka ardhur dhe ka bërë kërkesa edhe te ju. Çka keni udhëzuar? Çka keni bëju para qytetar? Kryetari ka bërë përpjekje për të dalë ndihmë këtij qytetari dhe kërkesat për kryetarit kanë ardhur në zyrën tonë ligjore që të njëjtatin kthyen në drejtorinë përkatëse për më realizu, po tash ku ka ngjes kjo çështje, më të parafort, më në rrjedha duhet jenë ata në drejtori. Në drejtorinë përkatëse, drejtorinë për urbanizëm. Ata thonë që duhet jeni ju. Nuk qëndron. Do të njëri juve ju ndonë vetëm një kat. Nuk qëndron. Pse a bisedoni? Pse suleni për shembull me bisedu me drejtorinë e urbanizmit? Po, edhe kemi biseduar. Edhe me evitu këtë problem. Edhe me shkresë ju kemi drejtuar që kompetent e juaja më të tjeshme është që ju të mirëni me këtë çështje. Si janë bë marrëveshje, çka janë bë, ata janë gjitha këto gjallë që kanë nënshkruar marrëveshjen, është shumë më rëndësi, edhe mund bisedosh me të gjithë. Mirë, po nuk po zgjidhet. Po nuk po zgjidhet. Unë besoj që asnjë çështje nuk mbetet pa zgjidhur. Mos u zgjidh çfarë do të zgjidhet në gjykatë. Ka 3 vite që po zhagohet. Edhe çka të ndodh? Pola për këtë rast besoj që do të vazhdojnë, nëse nuk zgjidhet në procedurë administrative, do të vazhdojnë kontestin në procedurë gjyqësore. Atëherë do të ballaqohem unë përsëri me këtë rast. Do prapë ju bën hise ju. Nëse jam këtu. Prapë më bën hise mua, po gjona do të dolin shesh, do të vërtetohet vendimi, vërtetohen gjithasë në gjykatë pak më ndryshe, se me vërtetësinë e provave, këto cila është relevante nuk mundin me dhënë mendime. Mirë, po ju me drejtorinë nuk po mundi me u marrë vesh. Po unë realisht komunikoj me drejtori për provat mia materiale në gjykatë. Për këtë rast është marrë kjo, ju bisedojnë me drejtori, është marrë mendimi juridik nga zyra ligjore, çka matutje me vepro. Pse heshtet? Pse po veprohet? Pse po heshtet? Patherë nëse heshtet duhet mirët masa ndaj atyre pse heshtet. Kush do të më marrë masa?
të shofme, normal që do të më... Kush ka bë shkelje, do të përgjigjet për këtë veprime. Ato në po e thamë në emër të kryetarit, ashtu jam i autorizuar, thamë, qofse do të haset në keq menaxhim ose një dokument që është lëshu, sigurisht do të bënë përgjithësi. Shikues të nderuar, kjo ishte sa i përket rastit të mos kompenzimit të pronës në Ferizaj. Ne do ta përcjellim këtë rast dhe do t'ju mbajmë të informuar lidhur me atë se ndaj kujt do të ndërmerren masa. Kjo ishte e tëra personte. Ju mund të na gjeni në drejtësia në kosov.com. Të gjithë ata që dëshirojnë të na shkruajnë, këtë mund ta bëjnë në kallxo.com. Në vazhdim ju lëm me rubrikën Policia dhe nga unë Petrit Kryziu, deri të dielën e ardhshme mos e shkelni ligjin. Gjërimet në vazhdim janë bërë në bashkëpunim me zyrtarët e policisë së Kosovës. Personat e paraqitur në këtë pamje janë plotësisht të pafajshëm, përderisa të dëshmohet e kundërta me vendim të plotfuqishëm të organeve të drejtësisë. Sektor 4 për Fox të Botër. Sektor 4 është në pranim, vazhdo. Sektor 4 kemi pranuar një informant se në fshatin të Brush është një problem pronësor. Lokacioni sakt është në kudët e të Brushës. Shtëpia në unën e djatë. Ankush është pjak. Fox Stroboza, sektor 4 pranoj mesazhin, jemi ndalje të stogut në drejtim të lokacionit të raportuar. E kuptoj, Boza. U lutna me ma hek për qitush me ma hek për qafe. Mirë, s'ka dole. Ti pretendon se këto ka shtë jotja, po? Unë e më konë blejs, që ka vjetë, asë nuk ka vetë, asë i lalla zotit, a i ka pas me shparnë 15 dit. A unë shpërshiti, a jo, këllë nuk ka vetë hiqë. Edhe va më ka hinë e në shpija, a pisha kun ka hinë. Qërë kërë ka ngurë kunë, qërë kunë. A ka qenë kjo tukë e jotja, apo e ka ble pat veta i ty këto? E ka vetë pa vetë. Pat vete ka ble? Pa vete. Dhe më thonë e ka ble pat veta, ti e i pak noqëm. Pak noqëm, më ka hinë para shpijet, lutna, qërë kunë kënja tje, qërë, unë e kumë ble pin njonit, a i kole, a i dimi që ka ble pi vla, unë e kumë ble pi tete vla. Këto një pjesë, a ne jena një 2 hektar, 6 shtatari nuk i përzina heq në ato. Qërë kumë kundji, qati o kundji, më metë e ka matë. Në shkojmë bisedoj me atë, ta shkojmë këtje. Jesë mani e. Ska jetë të botë që to, a mu i me ditë në ska jetë të punu? Po jem të do thera e me jekë të arshu këtu, do pleqa të jetë. Nga kem të pola, cila është Anku. Aja e ka një vendim. Vendimi është shumë prej gjykatës komunale, të Strovër. Më thonë, edhe vendimi siguriti e kinë vendim të jetë. Nuk e djekë, du të me pasë të botë një. Du të me pasë. Dhe thotë, këto, si pasë një vendimit, përkosisht, ndalohet, ndërtimi, rrëthimi, se të dërsimi nga, se më thonë, çdo punë, çdo për momentin ty ndalohet. Deri sa del në kotët. Ti do të më të prej, si pas sësot, deri... E kini vendim? Po, dhe pak jem qëka jem të punu shtu të pas rrudu, më thonë, dhe ne pëtorim të trenovë. Da, ju në të qaj. Pozitiv, kemi arrit në vendgjarjes, për momentin është një problem. Thot, nuk ka pas diçka probleme tjera, për pas që do të mos marrëveshjes. Jemi të bisedu me dy palë. Në kontestin ku është përcaktuar atë vendim gjykatës, dhe në vendimin e arshëm, U kryq këto herë?
Do kom bëhet me qëllim I ka zuk tiri se tokën teme, sokën që mdollë për me. Mirë gabim. Gjykata mundet me parafaqe të veprimet tua që nuk I kanë përvaj vendimit. Fox Troboza për sektor 4. Po, Boza, I raportojmë për I vendit në Gjajes, do të thotë në lidhje me një bagë dhe një kamion, puna është ndërpre, palët janë pajtu, do më thonë deri në vendim gjykatës. Na ja prezentum vendimin e gjykatës, a ju pajtu me ta, kamionat edhe bageni largove, po vëllet I vetë, njëherit kërkujmë edhe ato që ka vendos gjykata, një mbështet edhe me respektu dy partë. A I respektoj edhe me respektu. Mos me prek diçka pikat gurve se diçka, dhe I sa të vjen gjykata edhe të vendos vendgjajës. A jemi thjorë? Fox Troboza, sektor 4. Pranim o Boza, pranim. Fox Troboza, ne po largohem prej vendit në Gjarjes, palët na kanë prezentu dhe të një vendim gjykatës, nuk kanë ndodhë diçka tjetër për pas mos marrëveshjet, palët janë pajtu dhe në vendimin e arshëm të njëjtës gjykatë të mos marrën asnjë veprim. Kuptoj Boza mesazhin e juaj. Ne gjatë patrollimit pranom në informat se në fshatin Dobrush është një problem procesor. Patrolla janë me njëherë është përgjigjë rastit, atje kemi taku dy qytetarë, mes rast kishte problem rreth një prone. Ne nga pala ankuse në është prezentuar vendimi I gjykatës, kush I qumë se palës tjetër I ndalohet çdo veprimtari tjetër dhe në vendim tjetër. Ne kontaktuam me të dy palët, si me ankusin ashtu edhe me viktimen. Gjatë saj kohë vepruan bazë vendimit të gjykatës komunale, mes rast palët u dakorduan edhe vepruan asistoj. Prej vendit në Gjajes është larguar kamioni dhe eskavatori në cilin ishin duke punuar. Tani në bazë do të raportojmë proceset, raportet oficialit, proceset cilat do të njoftojmë edhe sektoret jashtë dhe do të jetë mbikëqyrje në rast se ky vendim do të zbatohet apo jo në të ardhmen.